Arsyetimi i prokurisë se gjykata po krijon praktikë të keqe apo drejtësi selektive përmes hudhjes tani të këtyre akuzave nuk është argument i qëndrueshëm, për faktin se asnjëherë nuk mund të krijohet një praktikë në kundërshtim me ligjin. Praktikat duhet të jenë zbatim i ligjit. Këtë defektet janë që nuk ka një departament që nuk lejon, që nuk i kontrollon vendimet e instancave, domethënë të apelit edhe të gjykatës supreme që mos me leju vendime divergjente për çështje të njëjtë. Për faktin se pastaj ja krijon huti edhe në gjykatat e shkallës parë, po krijon edhe probleme edhe në prokurori, për faktin se atyre ju krijon një perceptim se po bëj ka dhe kështu edhe ashtu. Kjo nuk, sistemi gjyqësor nuk funksionon kështu. Mirë po, në anën tjetër, prokurori është prokuror. Ai duhet të respektoj ligjin e jo të referohet edhe vendimeve që mund të jenë precedente absolutisht të gabueshme. Po dhe gjykatat themelore nëse një herë kanë gabuar nuk do të thotë se duhet gabojnë, s'do duhet gabojnë. Po nuk do të thotë që nëse kanë gabuar një herë duhet vazhdojnë me gabime të tilla në dëm të pandeonit. Prokuroria themelore në Prishtinë ka thënë se këto vendime do vazhdojnë t'i atakojnë, duke shtuar se e vetmja mundësi është që gjykata t'i kthejë këto raste në plotësim. Edhe për bindjen time aty duhet që nëse eventualisht akuza është përcjell me këto lëshime, domethënë nuk është marrë në pyetje, nuk e mbretësu kushtet si kundër e parashëligji, nëse afate kohore lejojnë që t'ja kthejnë në përmirësim. Mi nga njëherë është e pamundur për faktin se nuk të lejojnë afatet kohore, se hetimet duhet përfundojnë brenda 24 muajve, domethënë mund ndodhë që të kenë kalu dhe nuk mund ti ta rikoperojsh një proces me rikthi në fazën e hetimeve, duke i shkel afatet që janë në dëm të pandeonit.